Përshëndetje, për të gjithë ata që sapo janë abonuar në kanalin tim në YouTube, unë jam Aurora Lushej, logopede dhe terapiste ABA. Sot do flasim për 3 ushtrime shumë efektive në reduktimin e belbëzimit dhe në të ndihmuarit e të foluri më fluent. Ushtrimi i parë dhe më i rëndësishëm është frymëmarrja diafragmatike. Kjo frymëmarrje i lejon mushkullit të mbushur me ajër, sugjerohet të praktikohet në mëngjesin e darkë nga 2 deri në 3 minuta në mënyrë që të shqetësoni sistemin tuaj nervor dhe të ndiheni më të relaksuar. Për të realizuar sa më lehtë në shtëpi, mund të shtrini dhe të vendosni një libër mbi barkun tuaj, siç mund ta shikoni edhe në video. Mos harroni të merrni frymë thellë. Ushtrimi i dytë që duhet të bëni është të flisni gjatë frymëzjerjes. Pra, të merrni frymë thellë dhe në momentin që të keni filluar të nxirrni frymën, atëherë të thoni fjalën apo fjalinë që dëshironi. Nëse doni të thoni unë dua biskota, mund të realizoni kështu. Të merrni frymë. Unë dua biskota, pra siç e pat, unë e thash fjalinë gjatë kohës që po kryej procesin e frymëzjerjes. Ushtrimi i tretë quhet light contacts ose kontaktet e lehta, që praktikohet për tingujt e fjalët që nevojitet shumë ajër për t'i ekzekutuar, siç janë tingujt m, p, t dhe fjalë që fillojnë me to, si makina, treni, topi, mami e të tjerë. Kur thoni këto fjalë, ju e ndaloni frymëmarrjen, bashkoni buzët fort dhe forconi gjuhën, çka realisht e shton belbëzimin tuaj. Për të ulur vështirësinë te këto fjalë, unë ju sugjeroj që në vend që të thoni makina, duke e theksuar tingullin m, provoni të bashkoni buzët shumë lehtë, sa më lehtë të jetë mundur. Të thoni makina, treni, topi. Kjo vërtet do ndihmojë belbëzimin tuaj dhe do t'ju ndihmojë të jeni më fluent. Këto janë 3 ushtrimet më efektive që funksionojnë për pjesën më të madhe të personave që belbëzojnë. Uroj që kjo video të arrijë tek ata që kanë nevojë dhe për të realizuar këtë, ju duhet të bëni share me miqtë tuaj këtë video. Gjithashtu, pres komentet tuaja pasi të keni provuar këto ushtrime. Jam e bindur që do ju ndihmojnë shumë. Faleminderit dhe shihemi në videon e radhës.